burimeve të Amerikës. Pra Izraeli përpiqet të bindi Amerikën që të plotësojë interesat e tij. Pra forcën e ka Amerika. Dhe që nga kjo pikë bie argumenti që Izraeli duhej, sepse Amerika nuk e bën dot vetëm ndërhyrjen. Kjo me një logjik thjesht na çon që Izraeli ka interesin e tij politik. Dhe për interesin politik të Izraelit, Amerika shiti një copë. Pra teknikisht unë kam të drejtë të them që lobi i Izraelit ka arritur në një pikë sa që mund ta bëj Amerikën të sakrifikojë dhe të mirat e saj. Kjo është atmërshmja. Atëra, kam një pyetje për ty. Me aq sa e njeh ti historinë, nuk mendon se ka që në luftën e Kores që Amerika bën luftra të cilat nuk janë në liverdinë e saj? Harxhohen triliona dollar. Raste më i fundit është i Izraelit, i Vietnamit, që lloci aty, ngeci. 26 vjet luftë. Pa Vietnamit i Afganistanit. Jo, lufta Vietnamit ka zgjatur 26 vjet vlla. Jo, po them më e fundit kemi edhe tërheqjen nga Jo, më e fundit është Iraku. Më e fundit është Iraku, Afganistani, Siria. Po flas një luftë që zgjati 26 vjet është triliona dollar shpenzime. Absolutisht. Të taksa paguesve amerikanë, të cilët jeni edhe juve aty. Ti dhe Edi për shembull. Ti sot bashkë me Edin paguni taksa për të goditur Izraeli Iranin. Ç'a merrni juve në këmbim? Short term po marrim rritje çmimesh. Pra është po paguajmë që të paguajmë. Në short term. Po paguani që të pagoni më shumë. Që të paguajmë më shumë, po. Deri tani. Dhe kjo është diçka që është progresive patjetër, sepse është ende fillimi, është ende e virgjër lufta, nuk është prekur ende. Do të zjerohet sepse i kanë hyrë seriozisht kësaj pune dhe do të ketë shpenzime të larta. Por qëllimi unë shoh një justifikimi amerikan i tanishëm, nuk e dim sa i vërtet do jetë, ne vetëm mund të parashikojmë tani në këtë pikë, është që Amerika të përdori burimet e Iranit, edhe mos të lejoj influencën e BRICS-it në atë zonë. Tani, unë bëj një pyetje. Amerika është shteti që e ka izoluar Iranin gjithsej për një kohë tepër të gjatë. E ka sankcionuar, është lobuar për t'u nxjerrë nga SWIFT-i, nga sistemi bankari SWIFT-it, pra është larguar Irani. Është larguar dhe tani mbas Irani është larguar, Iranit i mbeteshë vetëm një alternativë. Pra jo me dëshirën e tij në kushte të favorshme. I mbeteshë vetëm një alternativë, të shkonte nga BRICS-i. Dhe ç'a bën? Irani sigurisht të shkonte nga BRICS-i, diçka tepër e parashikueshme. Edhe naftën ja jepte vendeve si Kina me çmim më të favorshëm. Padyshim që po. Tani Amerika del e kundërshton këtë sepse nuk dëshiron që Irani të në thonjza të abuzojë me burimet e shumta që ka dhe të favorizojë vendet e BRICS-it. Tani, ky justifikim mua dhe më qëndron edhe nuk më qëndron. Nuk më qëndron sepse e para e shoh një lëvizje të parashikueshme, që po e hoqë nga njëri krah do kaloj te krahu tjetër. Nuk është ndonjë e habitshme. Sigurisht Amerika e ka shkatruar ekonominë e Iranit me izolimet që ka bërë. Po kjo nuk do të thotë që Irani nuk do kalojë nga krahu tjetër. Dhe tani interesi amerikan, siç justifikohet tjetë, është që ne të marrim në kontroll burimet e Iranit, duke parandaluar zjerimin e influencës së vendeve të BRICS-it, duke marrë naftë me çmime të favorshme, ndryshe nga vendet e perëndimit. Nuk mendon për shembull që ka rënë kredibiliteti amerikan në përbot. Në fakti se sot e kësaj dite, qytetari mesatar i botës mendon që Trumpi është një klysh i lobit zionist në Amerikë. Po për këtë kam një teori që mund ta them, që mund të jetë saktë. Është Izraeli momentalisht nuk do merrem me të drejtë, pa të drejtë, sepse nuk po i hy fare gjës. Ndaj ata që më dëgjojnë, pavarësisht mendimit që kanë, t'i lënë pak mendimet. Jemi dakord njerëz që momentalisht ja kanë dalë që të jenë vendi me më shumë opozitar në botë, pra më i urryer, nuk po them më i urryer, po përdor terma më diplomatik. Po. Vendi më i urryer është. Vendi më i urryer dhe populli më i urryer i botës është, po. Duhet ta themi hapër. Kjo gjë vjet që përndiqen. Kjo gjë është rritur ndjeshëm kohët e fundit, mbas luftës në Gaza.
duke shkaktuar që të jetë një shtet i cili të ketë shkaktuar ose të ketë nxitur, dua të them të ketë nxitur protesta në opozitë të tij në gjithë vendet e botës. Pak a shumë. Pa në çdo vend të botës kanë qenë protesta kundër Izraelit. Kjo gjë ka ndodhur vetëm me Izraelin. Apo jo? Po, aty ka diçka, sepse krahu i zionista, në radhë parë ne të dy duhet bëjmë një ndarje që judaizmi dhe hebraizmi nuk ka të bëj fare me zionizmin kazar. Duhet të ndajmë që Bibi Netanyahu nuk është hebre, është polak. S'ka lidhje fare me hebrejt, zero. Këta ndjekin Talmudin, hebrejt e shkret, judejt e shkret, siç neve muslimanët, katolikët dhe gjithë me radhë, ndjekin Torahun, që është pararendësi i Biblës edhe i Kuranit. Talmudi është i libër i dashur që mua dhe ty na quan sklever dhe fëmijët tan lejohet që të vriten, se janë kafsh. Dhe të përdhunohen. E ke të shkruar në Talmud, se them unë këtë. E kuptoj këtë qëndrim, sepse edhe islamikët dhe të krishterët besojnë te i njëjti Zot, ndryshe nga këta zionistat. Po pa dal këtu, sepse kjo është një temë e gjerë dhe do dalim këtu, po mos hym që ta prekim tamam. Më pyete për çështjen që ka humbur kredibilitetin Amerika. Tani Izraeli sot është vendi që ka pak kënaqësitë më të larta në botë dhe ka shkaktuar protesta opozitare në çdo vend të botës. Mendimi im është se Izraelit i leverdis të jetë vendi më i urryer në botë. Pra është në leverdin e elitës izraelite flas. Është në leverdin sepse nëse bota fillon të urrej Izraelin dhe fillon të protestojë, të reagojë kundër Izraelit në mënyrë të vazhdueshme, mbas shumë reagimeve konsistente, me kalimin e viteve, izraelitët do ndihen të izoluar nga bota dhe kjo gjë nxit përforcimin e lobit hebre. Pra që ne hebrejt, si mendon një hebre i thjesht, nuk na duan, as andej, as këtej, çfarë do bëjmë ne? Ne do bëhemi bashkë me njëri tjetrin. Do bëjmë bashkë me njëri tjetrin dhe do dalim tek idetë tona ultranacionaliste, dalim tek idetë tona të Izraelit, sepse nuk na duan. Ikim në Amerikë, dalin njerëz nuk na duan. Ikim në Itali, dalin njerëz nuk na duan. Ikim në Francë, pa nuk na duan në asnjë vend botës. Po ne ç'do bëjmë? Do bashkohemi së bashku dhe do t'i luftojmë këta. Do ta marrim ne në kontroll. Pse? Sepse nëse ne nuk e marrim në kontroll, bota që ka një vend i pasigurt për ne. Pra kjo është nxitja e propagandës, ata të besojnë se të nesërmen bota do jetë një vend i pasigurt për ta. Dhe në këtë mënyrë ata bashkohen dhe do të reagojnë më ashpër kundër botës, sepse është reagim që vjen mbi baza gjithashtu të frikës. Dhe nuk mund të çojë edhe në genocide dhe në gjithçka pastaj, sepse kur ke frikë bën gjithçka për të mbrojtur. Dhe sigurisht këto elita i leverdis që hebrejt të urrehen në mënyrë që hebrejt të bashkohen. Edhe ne shqiptarët, po të na stimuloj pak Serbia dhe ne do fillojmë, do çohemi, do reagojmë. Nuk ka asgjë të pandodhur më parë. Jo, nuk është e njëjta gjë sepse ajo e tyre është një shkallë më lartë. Ajo e tyre është në gradën e izolimit nga bota. Edhe ne do ta marrim botën në kontroll se kjo botë është e pasigurt për ne. Kjo Gaza mund të jetë e pasigurt për ne nesër, se ky Hamasi mund të na sulmojë nesër. Irani mund të na sulmojë nesër. Janë paranoja. Si mund të jetë? Okej. Në propagandë. Si mund të jetë një vend i pasigurt kur zotron 400 bomba me kokë nukleare nga një ushtri e cila është një ushtri beduinësh, të armatosur nga Hamasi, nga Huthët, nga Irani, nga fundamentalistët islamik, që po prap janë krijimi zionistave. Janë krijimi zionistave, biles Izraeli e ka financuar Hamasin në luftë kundër Yemenit. Pra, ISIS-i, krijimi kujt ishte? Al-Qaeda, krijimi kujt ishte? Sepse po dalin tani eksponent lart CIA-s nëpër podcastet amerikane, Tucker Carlson, The Diary of CEO e gjithë me radhë, kupton? Tash për aq kohë sa një ish agent i CIA-s, thotë që CIA torturon njerëz. CIA na ka dhënë urdhër të destabilizojmë 7 qeveri të ndryshme në lindjen e mesme. Jo vetëm Irakun, kjo tregon që ka një dorë që fshihet pas. Zionistët e kanë gjetur mirë se edhe ne të dy që po flasim këtu, për ata jemi antisemit. Pra çdo gjë që themi ne, kjo është antisemitizëm. Se kanë krijuar to izmat, a kupton?
feminizmi, maskilizmi, antisemitizmi e të gjitha me radhë. Në fund ditës, amerikanët kanë të drejtën të thonë një gjë shumë të bukur. Ore, neve që jemi besimtar katolik, ne që i adhurojmë Biblën, ndjekim Biblën dhe duam Krishtin. A mund të quhet antisemit një njeri që është kundër atyre që vran Krishtin? Është më thjeshta, e kem Bibël, kanë vrarë Krishtin. Që ka ky antisemitizmi? Pastaj, e dyta, edhe sikur të ketë ndodhur Holokausti, Gjermanët, nazistët e ndyrë, lanë një, si thuash, një Ana Frank, e lanë që ta botonte diçka, pa çka se për mua Ana Franku është Greta Thunberg e kohës, a kupton? Një fëmijë 11 vjeç që bën romanin kaq. Në botë se ma hamendja mua që një fëmijë 11 vjeç bën një roman kaq, po pak rëndësi ka. Lanë një provë. Kanë lënë gjë prova këta te fëmijët e Gazës? Më fal, po, tha vetëm një fëmijë gaziot, tha kur të vete lart ta takoj Zotin, kam për t'i folur shumë keq për juve. Janë vrarë 75.000 veta. Janë vrarë 75.000 veta, ndër të cilët janë 20.000 fëmijë. Në Iran para 3 ditësh bëra emisionin. Ishte bombarduar një shkollë me 168 vajza. Po. Është pyetur. Çfarë është kjo? Lufta kundër fëmijës. Është pyetur. Janë terrorista këta fëmijët, 6 vjeç. Është pyetur edhe ishte sekretari i shtetit, nuk e di, mbase gaboj, i Amerikës për rastin e shkollës dhe kanë thënë që do të dalim së shpejti me një deklaratë zyrtare të do dalim së shpejti me një gënjeshtër zyrtare. Por do dalim së shpejti me një gënjeshtër zyrtare. Nuk e di se kush e ka bërë sulmin tek shkolla. Kujt raketat cili nga operacionet ishte? Se kemi të bëjmë me 2 operacione paralele. Atë ulërimën e Luanit, si e kanë ata të Izraelit, si e quhet ajo, dhe ka ndodhur 2 gjëra vëlla. Sot në përbot po spekulohet nga mediat kapura nga Izraeli zyrtar që ka pasur goditje të Iranit në vendet muslimane. Vetë qeveria e Iranit ka deklaruar zyrtarisht që ne nuk kemi goditur as i shtet tjetër përpose bazave amerikane, duke e lënë vendin pretendimit se izraelitët po inskenojnë sulme në për aleatët e tyre për t'i fokusuar ndaj Iranit. Tani vlla, ndodhi një luftë botërore vetëm për këta 6 milionët. Ndërkohë që në luftë botërore kanë vdekur 65 milionë, në 100 milionë tër botën, po 65 vetëm në Europë. Tashi, jeta jonë është më pak e vlefshme se sa e këtyre? Në fund të ditës, kush janë këta psikopedër që pretendojnë se janë të zgjedhurit e Zotit? Si bën ka preferenca Zoti mbi krijesat e veta? Ma shpjegon dot njëri këtë mua? Dalun tani dhe thonë unë jam i zgjedhur i Zotit, do të marr jetën ty. Se pastaj dalin gjithë shmendurit vlla. Unë besoj se nuk e pa problemi të unë qëndron tek ata që i nënshtrohen këtyre. Se mua nuk vjen habi që këta përjeftojnë për interesat e tyre. Pavarësisht sa të çmendur mund të jenë. Kjo nuk është rast i habitshëm. Do të kemi gjithmonë persona që do luftojnë për interesat e tyre dhe janë të gatshëm të sakrifikojnë gjithçka. Problemi është këta që i nënshtrohen dhe u plotësojnë dëshirat. Këtu duhet bërë frenimi. Se në fund ditës nuk është Izraeli i vetmi. Thjesht Izraeli sot ka mundësinë, ka vetë të çmendur të tjerë në çdo vend botës, që po të jipesh mundësia do të veprojnë njësoj. Po halli është mos i lëm të veprojnë. Dhe këta janë disa fajtorë të tjerë të një shkallë tjetër që e lejojnë këtë zgjerim të këtij lobi që të bëjë këto gjëra që bën. Por sigurisht që ajo torta, pavarësisht se Amerika i dha një cop Izraelit, që unë nuk e shoh të arsyeshme dhe në interesin si qytetar amerikan që t'ja u jepnim, tani është gjys për gjys. Izraeli do të plotësoj interesat e vet politik
do të fusi në përleshje dy krahët, që është prapë një interes i tij, sepse kjo bota, këta që duan të na heqin neve nesër, këta të këshind, të njerëzit, është urrëtia ndaj njerëzve se njerëzit do na vrasin neve. Dhe ka krah tjetër dhe Amerika, e cila e pengon atë lidhjen e Iranit me vendet e BRICS-it, dëshiron të fusi dollarin patjetër, dëshiron ta bëj Iranin me influencë amerikane, siç deklaroi edhe Donald Trumpi, pra që të ketë vendimarrje presidenti i Amerikës në përzgjedhjen e kreut të Iranit. Tani nuk e di si mund ta quajmë, sepse nuk e di në çfarë sistemi do të jetë. Venezuelës. Si rasti i Venezuelës, por rasti i Venezuelës ishte pak më ndryshe, sepse Izraeli nuk erdhi dhe ndihmoi në kapjen e Maduros. Edhe kjo gjë e bënte edhe më legjitime nga populli. Sigurisht që populli i Venezuelas është një betejë e hapur për mua, për Amerikën, që Amerika të marrë simpatinë e popullit të Venezuelas. Është ende betejë e hapur. Ndërsa betejë që Amerika të marrë simpatinë e popullit të Iranit, për mua është 99.9% e mbyllur, sepse është prishur reputacioni nga ndërhyrja e Izraelit. Sigurisht aty ku Izraeli kishte interes, ndërhyu, aty ku nuk kishte, nuk ndërhyu. Por absolutisht, zgjerimi i dollarit ka qenë interes konstant amerikan. Por çështja ime është çfarë që nga kjo forcë kaq e madhe, saqë i rrezikon Amerikës me lejen e saj, përplotësimin e interesave të përdorimit të dollarit në botë, që është Izraeli, që thotë do hyun, thotë, do ta ilegjitimoj veprimin, do të t'i rrezikoj të interesat, dhe Amerika i thoshka po. Dakord, nuk po e marrin për krahën e popullit, po rrezikojmë pak veten, po harxojmë edhe para, po hyrti, që të plotësosh interesat e tua politike. Cila ndo kjo? Çka ka ndodhur këto kohë? Këto kohë tani shiko, Amerika do t'i marri, unë besoj, parashikoj që të shpëtoj unë ty nga kjo dhimbje koke tani duke të bërë pyetje, këto kohë elita perëndimore tregoi që është e gjitha pedofile. Dosjet Epstein, vlla. Tani lufta e janë të gjithë të shantazhueshëm. Lufta e heq vëmendjen nga dosjet Epstein, siç ka ndodhur. Pikërisht pra, po ajo kjo nuk justifikon ndërhyrjen e Izraelit. Të kap Trumpin, Elon Muskun e gjitha me radhë, ti thot të nxorra dhe të degenerova, se deri tani ishin duke luftuar blofin, do financojmë neve për viktimat e bla bla bla. Njeriu që do deklaronte në gjykat, në juri, për këtë idiotin Bill Gatesin, u gjeti vrar para 2 ditësh, nuk e di e ke parë lajmin apo jo. Ja. Po pra, konfirmoje, se unë e kam të konfirmuar. 2 ditë para u gjeti vrar në një dhomë hotelje. I vetë vrar gjithmonë, e diti, se është kjo si me meqiu, 3 pluma në kokë dhe të varur armën në mur. Do më thëmë, pas i vrava veten, pas trova armën dhe ushtriva. Pra, Trumpi, në radhë parë ka dalë si një debil funksional, se erdhe me premtimet mëdha, do bëj paqe të gjitha, hapi front tjetër. Ka hapër një front që Zoti madhe di, inshallah nuk ndodha ajo shkëndi. Inshallah nuk përshkallëzon situata që të ndahen fuqit në për zonën e influence, sepse do jemi neve vuajtësit, jo këta. Këta trimat, Bibi Netanyahu, Trumpin, këta bastardët e Shqipërisë, e të Ballkanit, i kemi parë sa trima janë, ikin me të parën. Fshien në për bunkera, në për gjitha. Problemi duhet e neve. Është provokuar Irani, njëkohësisht është provokuar Irani edhe nëpërmjet goditjes apo bombardimeve që është bërë në përzgjedhjen e liderit ushqimor, shpirtëror. Ekuivalent i kardinalëve në Rom që zgjedhin papën. Pra kjo lloj lufte, do dashur pa dashur, nga lobi zionist, nga Izraeli i Bibi Netanyahu, kriminalit më të madh modern të kundër njerëzimit, po provokon një luftë fetare i dashur.
Ta lloj lidera që ka perëndimi janë të gjithë kukulla, të shantazhueshëm, janë pedofila, janë manjak seksual, janë të etur pas rinis përhershme. Më thoni juve mua çka kanë bërë liderat perëndimor për të qenë aty ku janë. Çka kanë bërë vëlla, se ne jemi mësuar me Helmut Kohl. Jena mësuar me, nuk e di, me president amerikan që kanë pasur peshë vëlla. Që ka bërë 25 vjet senatorin ai, duke i rënë njëtën pika dhe një moment të jetës vet politike ka hedhur kandidaturën për president amerikan dhe e ka çuar Amerikën para. Një ndër ta është Reagani, që cilësohet si presidenti më i mirë që ka pas Amerika. Pse? Sepse mbylli luftën e Vietnamit, rriti prosperitetin, goditi Bashkimin Sovjetik. Çka ka bërë Obama vëlla? Kot. Domethënë, Obama është tamam fikse ato memet. You pulled me over because I'm black. A kupton, ti më ndalove o policë se unë jam i zi. Çka ka bërë? Është presidenti më idiot dhe më i dobët që ka pasur Amerika. Kukull, e ktheu Amerikën në soft power. Ç'a bëri Obama për posë është martuar me i burr? Kush është Giorgia Meloni? Kush është Macroni vëlla? Macroni është, domethënë, është abuzimi i pedofilisë. Është abuzuar në mënyrë pedofilike nga gruaja burr që ka. Merci është CEO i BlackRockut, Starmeri, një nga këta tipat liberalët LGBTQ anglez. Ç'a merite kanë këta vëlla? Se të thuash Mitterrandi ka qenë korruptiv, po vëlla, ka qenë korrupsion, po Mitterrandi është kok në Francë. Të thuash Helmut Kohl është kok vëlla në Gjermani. Kush janë këta më vëlla? Lidera që s'janë lidera, nuk i njeh njeri, nuk i njeh nëna e vet. Qa jam prodhim i një lobby që duket zionist, pra del Bibi dhe i merr prehunde. Qa interesi ka Amerika 20.000 kilometra largo vëlla? Tash kot me të pyet. Amerika do ta marri interesin e saj. Por problemi im është pse Amerika e ka zvogluar interesin e saj për t'ia dhënë një copë Izraelit. Amerika do ta marri, potencialisht, lufton për një interes të saj, por problemi është, marrim ca shifra për shembull, Amerika do kishte 90% të një torte, dhe ka thënë ore, e di çfarë ka thënë, po marr vetëm 50%. 40% po ja lë këtyre. Do të them, e di pse? Ç'është kjo bamirësi kështu. Po nuk dyshoj që Amerika do ta marrë. Nuk e parashikoj që do të kemi luftë botërore. Do ta kapin Iranin, sepse impakti e para do kapi? Irani do kapet. Do kapi Iranin në Amerika? Me Izraelin, Irani do të nështrohet sepse Kina po bën një ndihmë vetëm për të thënë Iranit bravo. Ti thot lufto sepse jo e ke shumë gabim vëlla. Jam nga pas. Diplomacia ruse dhe diplomacia kineze është serioze dhe për të marrë shembull, sepse ata nuk bëjnë tigrin e letrës. Ata e dinë se kur duhet ndërhyjnë. Dhe Irani sot e kësaj dite që flasim neve nuk pushtohet dot po nuk pate rrugë toksore. Të ndër rrugë toksore, Izraeli dhe Amerika bashk nuk zgjasin dot 2 javë luftën. Dhe nga ana tjetër, nëse ty hyn ushtarakisht, ata të cilin me proxy trupa kineze, trupa rus. Pa emër, pa numër serial. Domethënë ti mendon që ka për t'ia lënë Kina dhe Rusia, Iranin, Izraelit dhe Amerikës, po sa t'jen nëna tona të vizhra, aq është edhe probabiliteti që Iranin ta marrë Izraeli dhe Amerika. Është nul. Nuk po flas për pushtim 100%, po flas për rast të ngjashëm me Venezuelën. Është nul. Kontroll. Nuk kanë shanse, zero. Po nuk mund të jetë kaq pa Rusia po ndihmon me informacion, dakord. Kina ka dërguar nuk ka rëndësi të ke dërguar çfarë të dojë se nuk ka dhënë efekt. Hapësira ajrore e Iranit është kompletisht e kontrolluar nga forcat amerikane dhe izraelite.
Lufta sot është hapësira ajrore. Kush e thot kët? Kush e thot kët? Sepse janë shkatruar kundër ajrore. Kush e thot, Çdo raket bie. Pra çdo Kush e thot? raket e dërguar drejt Iranit godet. Burimet sigurisht nga krau jon, nuk e dim burimet Po nga krau jon ishin duke nxjerr tanket për të luftuar Covidin o Tedi. Unë nuk i besoj dokrave të Hollywoodit. Unë di vlla që një antiraketor me vlerën 15 deri në $30.000 një iranian rrëzon avion që kushtojnë $50 milion një amerikan dhe izraelit. Këtë po e di, e kam të verifikuar si nga mediat perëndimore, si nga mediat lindore. Këtë e di vlla, bëj një sintezë timen. Pra 30.000 euro teknologji rrëzon 5 milion euro teknologji. Dhe të bëj vaki, të futet Izraeli me Amerikën, i hapin luftë Rusisë edhe Kinës. Se deri tani janë duke luftuar regjimin. A kupton, pa këshill sigurimi, pa OKB, pa si lloj gjoje. Miq të dashur, bëni like, jeni 130 veta, bëni like, se e keni falas. deri tani është falas. Në të ardhmen mund të vendosin platformat që ta bëjnë me pagesë. Po, Që nxitoni. po, inshallah e bëjmë me pagesë. Për ta, pagesë Po thënë, për ta. Tedo, nuk është si të shpeni ty, nuk është Izraeli dhe Amerika në kushte për me gjunjëzu Iranin, vlla. E vetmja mënyrë për ta gjunjëzuar Iranin është përdorim bombat bërthamore, po Amerika i ka përdorur bombat bërthamore atëre kur se kishte njeri. Tani i kanë të gjithë, nuk e përdor dot vlla. Absolutisht, nuk. Ndërkohë që është Korea e Veriut, nga ana tjetër është Kim Jong-uni me i buton të kuq që i ka ngel pa shok edhe thot inshallah po ndodh në një luftë që ti përdor këto se e kam çuar gjithë ekonominë e Koreas Veriut për të ndërtu raketa. Kim Jong-unin e shot parezikshëm. Është kukull e cila jo kukull, se kukull quhet kur je i kontrolluar. E shot parezikshëm nga marrëdhënia fundit kur ishte mandati i parë i Trumpit që Amerika mbas këtyre zërave të Koreas së Veriut për jo un kam këto armët, jo kujdes, jo se do ndodhi kjo, jo do ndodhi ajo, Amerika i tha që shkurt që nëse vazhdoni me këto lloj deklaratash ose me këto lloj problemesh të brendshme, vendi yt nuk do ekzistojë më. Dhe që nga ajo ditë Korea e Veriut seç heshti, seç e priti Trumpin ai në Koreas së Veriut, hyri Trumpi. Pra Korea e Veriut e ka treguar që ka një lloj dopsie dhe nuk ka guxim Korea e Veriut të hyjë kësaj pune. Asnjë shtet nuk ka guxim të hyjë kësaj pune. Unë nuk e kuptoj pse, pra i vetmi shtet në botë i cili mori guximin dhe zellin që t'i përfshinte të gjithë me apo pa dëshirë ishte vetëm Izraeli. Përveç Izraelit askush nuk hyn deri në këtë lloj pike, sepse kemi dal nga qëllimet e s'po e kuptojmë ç'duam. Si do rrëzohet regjimi kur nuk po punohet me popullin vendas. Këtë nuk e kuptoj unë. Dhe puna me popullin vendas me Izraelin nga pas më duket e pamundur. Por sepse s'ka qenë kur për regjimin. E marr vesh. E kuptoj. S'ka qenë kur valla. S'ka qenë kur për regimin e regjimit. Biles Izraelit edhe Amerikës ajatollahët interesojnë në pushtet. Që mos ketë pikë drejt e njeriu aty. Nuk i intereson liria e njerëzve. Vullneti lirë. Se kjo është e tmerrshme valla. Na shesin dokra, kupton? Se liria, se X-i, se Y-i, se Z-a. Jam plotësisht dakord me këtë, sepse zakonisht shtetet që prodhojnë ajatollah
të tjerë kalojnë nga krau i Kinës dhe Rusisë. E gjenë gjuhën me Kinën dhe Rusinë. Nuk po themun që Amerika do demokraci dhe liri të plot, por do demokraci dhe liri të plot. Të paktën në thonjza. Që mund të funksionojë një sistem lobimi. Ndërsa te ajatollahët nuk funksionojnë lobimet, garat që mund të bëjë Amerika, sepse Amerika do ta kapë një treg të cilin e di që mund ta dominojë. Ndërsa në ajatollahë nuk ka dominim tregu aty, është ajatollahu që vendos. Dhe vendet me ajatollah kanë shkuar bashk. Kështu që nuk e shoh se Amerika do një ajatollah, Amerika do Venezuelën. Dhe unë them që do ta marri. Ti thua që nuk do ta marri dot. Është për tu parë. Por të ndalemi pak se është shumë interesante ajo që the dhe shumë e rëndësishme te këto sulmet gjasme të Iranit për shkaktuar konflikt të brendshëm. Kemi rastin e Kipros. Për shembull, që ne na u dëgjua me një zë dy fish më të lartë si shqiptar, sepse tham, një sekondë, pas kanë ardhur në Kipro, shumë afër nesh. Po na afrohet lufta. Irani e mohoi. Si mendon, si qëndron e vërteta e atij dronit? Se di... Do futemi në konspiracion pastaj. Po unë nuk e besoj zyrtaren. Kurse për Turqinë është tipike për të parë se çfarë elite drejtuese ka shteti i Izraelit. Janë vrasës, vlla, janë genocidial dhe janë vetëm për gjak. Nuk më që të deklarosh ti Turqia është Irani i ri. Po nuk u deklarua nga sa ai është ish. Ish të rish, një herë general të rjetën generale, zotri. Si thjesht ish kryeministri i vendit, pastaj ti mendon se ai ka dalë pa miratim atë? Sepse minimalisht po të kisha thënë diçka idiote, ai do kisha dalë Bibi Netanyahu dhe do kisha thënë shikoj se ky ish i paskal shu plumbat, çat Turqia Irani i ri, ne nuk kemi është i alat. Thjesht me prestanome, nuk i thot me gojën e vet, përdor këta klyshat. Shumë e thjeshta, valla, është pazari bërë ai. Ky quhet fiks pazari bërë. Turqia se nuk ka gabim mundësi. Që është gabim i madh të merresh me Turqinë. Për mendimin tim. Hakan Fidan kishte dalë dje dhe kishte thënë, nëse donin që të merren me Izraelin dhe me Amerikën, duhet jeni të përgatitur të keni bërë detyrat e shtëpisë. Çfarë do të thotë detyrat e shtëpisë? Të kesh inteligjencë kibernetike, inteligjencë ushtarake, airdom, mbrojtje ajrore, antiraketore, bunkerat e gjitha, pra ti e ke bë të gjithë këtë territorin gati, perimetrin gati për luftë dhe jepi. Dhe komentuesit tan thon e more veç ndodhi në Kipro, ishte false flag operation. Dhe Erion Gugu thot, kam jetuar 4 vjet në Kipro, aty çdo gjë që bëhet është presion ndaj turkut. A kupton ku është futur bota sot? Dhe ti më thua mua ka për ta marrë Iranin Izraeli. Izraeli rrezikon ekzistencën e vet tani në këtë lloj mënyre se si është bërë. Sepse po rrezikon që ti mbledhë të gjithë vendet myslimane kundër vetes. Dhe populli amerikan e ka braktisur, vlla. Katolikët e kanë braktisur, sepse nuk i hanë më dokrat evangelizmi zionist. Jo, kjo është e vërtet. Por mos harrojmë se sulmi që ka bërë Irani ndaj vendeve të rajonit që kanë baza amerikane, duke përfshirë dhe vende muslimane, e ka ulur pak atë tendencën e dy krahëve fetar, sepse Izraeli ka nga krahu ti vende tepër muslimane. I ka nga krahu ti se i ka nga krahu amerikan flasë, jo nga krahu ti se i ka vetë Izraeli. Arabia Saudite për shembull.
A krau tjetër kemi pak më parë presionin kur Amerika loboi për të nxjerrë dhe arriti që Irani të dilte nga SWIFT-i, ishte presion në gjithë rajonin. Pra kujdes, ishte edhe për Arabinë Saudite, që kujdes, mos bashkëpuno me BRICS-in, sepse të nxjerrim nga SWIFT-i dhe të përfundosh me sisteme paralele të cilat janë sekondare, nuk të mbajnë dot ekonominë gjallë. Dhe sigurisht këto presione, po dhe nga krau tjetër përfitimet e ndërsjellta kanë bërë vende si Arabia Saudite të jenë pro-amerikane dhe goditja që Irani bën atyre e ul pak, e zbut pak të ndarjen fetare, sepse e bën Izraelin në krah të disa vendeve muslimane. Dhe kjo gjë bën vende të tjera muslimane që mos reagojnë dot në mënyrë direkte, sepse janë vende muslimane nga të dyja palët. Si Turqia që po mban një pozicion të tërhequr, mund të themi. Problemi që unë shoh këtu është rasti më tregues është Spanja. Pra Amerika do përdorte bazat e Spanjës. Madridi e ndaloi këtë. Dhe Trump doli në deklaratë dhe tha që jam shumë i mërzitur me Spanjën, duhet i vendosim embargo Spanjës dhe duhet të ndalojmë çdo lloj bashkëpunimi të mundshëm politiko-ekonomik me Spanjën. Fjalët e presidentit Trump. Një presëm pak, një presëm shumë, këto ishin fjalët. Tani, presidenti Trump shprehet kështu për një vend alat. Kjo mua më nxit idenë e përçarjes. Pra pse Amerika po luan këtë lloj ose po mban këtë lloj qëndrimi kaq të ashpër deri në ditën e përçarjes brenda vendeve të NATO-s. Pra kjo na rrezikon Europën që të ndahet në dy palë. Palën e cila refuzon të përfshihet dhe palën e cila do të përfshihet. Dhe kjo vën në dyshim atë nenin 5 të NATO-s, sepse ai neni 5 përcakton që ty të mbron NATO kur ti sulmohesh. Tani kemi një pjesë të... Këtë po them. Pikërisht. NATO shkatru, s'ka që ti bosh NATO së të. Dhe kjo pastaj... Kemë të NATO, ka marru punësh, ka kryer. Kjo vën, pra kjo lloj përçarje sigurisht nuk i bën dëm Francës dhe Spanjës, kjo përçarje i bën dëm vendeve të vogla të Europës, si Shqipëria, si njëra tjetra, vendeve më të parëndësishme, të cilat fshihen. Kujt i plasi? Askujt pra, pikërisht. Kujt i plasi për Shqipërinë? Askujt, pikërisht. Po na plas neve. Imagjino. Ne fakti që neve nuk na plas e legjitimon faktin që mos u interesojë as të tjerëve për ne madje. Ne themi jeni në rregull. Normale. Pikërisht pra. Pikërisht. Kjo është më e keqja. Nuk mendohen dy herë domethënë. Dhe sigurisht që kjo përçarje e Europës do të rrezikojë këto vendet e vogla si Shqipëria, të cilat fshiheshin nën mburojën e Europës, të cilat do dalin zbuluar një ditë. Dhe këto vende të vogla fatkeqësisht nuk kanë mbajtur as pozicione neutrale. Nuk kanë luajtur rolin e Zvicrës. Ne kemi dalë në ballë të gjërave. Ne kemi opozit të Iranit në Shqipëri, të cilën e mbrojmë, ndërkohë ata sulmojnë Iranin nga ne. Është e tmerrshme. Pse shteti ynë lejon që ata të bëjnë sulme kibernetike ndaj Iranit nga Shqipëria në emrin ton? Dhe populli ynë duhet të reagojë për këto raste. Pse duhet të reagojë për këto raste? Sepse nëse ne nuk reagojmë kur shikojmë që ne po mbajmë një grup i cili sulmon Iranin, nëse nuk reagojmë që shteti ynë po bën deklarata të cilat populli nuk është dakord, nesër kur të vi raketa tek dera shtëpisë, do jetë vonë për të reaguar. Se nuk besoj se kemi ndonjë fuqi ushtarake ne për të çuar dhe për të përballuar ndonjërin. Pa do jetë vonë. Të lutem, mbaje gohen Tedi. Mbaje gohen Tedi, nuk të lejohet na shash ushtrim vlla. Yes. Ushtria jon është ushtri shlirimtare. Ata kanë sisteme raketor, ne kemi Lukçaj, i kemi porositur në Temu. Dhe kur të vemi të përballemi me armikun, ti themi si e do kafe me sheqer apo pa sheqer. Të lutem çik serioz për ushtrin ton. Pash një video të një grupi ushtarak të Shqipërisë me çizmet e grisura. Fusnin ujë. Domethënë. Gjunov. Jemi s'ka, ja bëjnë halal ata, shtetit ja bëjnë halal, le të vjedhin qeveritarët, nuk ka si lloj problem. S'ka si lloj probleme është.
Si të duket Rama si karakter ty, po të ndodhi një konflikt në Shqipëri? Për sa orë do largohet? Që të kemi pak, të flasim pak edhe për kredibilitetin e liderave tanë, domethënë, se është e rëndësishme. E ke parasysh biberonin? Po. Të gjithë biberonin e fusin në gojë. Okej. Rama do ta fusi te goja tjetër o vlla. Nga frika e madhe, nga trimëria e madhe që ka. E ke parasysh te Looney Tunesat që ikën me shpejtësi dhe ngelet vetëm pluri, ashtu është Rama vlla. Është kështu Speedy Gonzales, ikën direkt vetëm ajo forma e palloshit prej 2 metra i ngelet aty që është pluri. Po mirë, të paktën ne do e shohim plurin edhe pasi luftata të ketë filluar. Po inshallah ngatrojnë koordinatat ata. O zotri, inshallah ngatrojnë koordinatat e çojnë Surrel. Mu te pika. Unë ja çojnë atje te pika. Pash një koment që një shqiptar komentonte, ishte lajmi për këta muxhahedinët, si e kanë emrin? Muxhahedinët. Muxhahedin. Po pra, muxhahedin. Dhe komenti thoshte që ju muxhahedin, nëse ndjeni të kërcënuar, mund të shkoni te parlamenti, se aty nuk bie raketa. Dhe është një destinacion perfekt për një raket iraniane. A mendon ti se Shqipërinë e shohim zakonisht në ballë të reagimeve? Kur ndodhi incidenti Izrael-Iran, doli Shqipëria dhe reagoi. Nuk reagojnë këto vendet e mëdha të Evropës, reaguam ne ama, të parët, direkt. Dolem në krye dhe tham, stop, Shqipëria ju ndalon, Shqipëria i thot Iranit, bëj kujdes. Tani, si ma shpjegon ti mua këtë, se unë nuk e shpjegoj dot. Unë nuk besoj se ne duhet ta bëjmë këtë reagimi. Shikoj. E ke parasysh nuk ka qenia më e neveritshme që ekziston në shoqëri është servili. Është e neveritshme valla. Ti mund ta duash ose ta urresh dikë, po edhe për atë që urren ke një far respekti për karakterin. A kupton se thua, okay, ky mendon 100% ndryshe nga unë, ne jemi kundër njëri tjetrit, po e respekton atë sepse kundërshtari tregon edhe peshën tënde. Kupton, Luani ndeshet me Luan, nuk ndeshet me qen. Rama është nga ato prostitutat e ndyra $5 që janë të mbidozuara në fentanil dhe nuk e përdorin seksin për kënaqësi, po e përdorin seksin si mjet për të arritur te $5 për të kapur dozën e ardhshme, dozën e radhës të fentanilit. Ky është reagimi i qeverisë shqiptare, të tredhur dhe prostitues. Janë prostituta politike o vlla, nuk e kanë iden se ç'bëhet me një deklaratë të tillë në realitetin gjeopolitik zotëri. Si mund të dalë një vend me 1.800.000 banor, pa ushtri, pa teknologji, pa si lloj prodhimi të brendshëm, një shteti me 93 milion banor, teokratik, që janë nishat në botë për kibernetikën dhe për zhvillimin luftarak. Ka rreze 15.000 kilometra Irani. Po. Raketa me rreze 15. Na përfshin mirë. Jo na përfshin, ai përfshin Amerikën. Jo neve po. Neve na ka të rrezja 3.000, 3.500. Ai përfshin Amerikën me atë rrezë vlla. Që do të thot këtu janë disa prostituta politike që për arsye të monetarizimit personal në përgjepat e tyre nga lobet zioniste dhe jo vetëm, pranojnë që të hanë atë që thuhet për të dukur seksi para padronëve, po që prishin interesat e vendit. Kur është Zvicra vlla, Zvicra e ka kapacitetin për të evakuuar të gjithë popullsinë e vet 100% në për bunker, në toksor.
Zvicra është një vend I cili nuk ka bërë asnjë luftë botërore, ka qenë neutral. A kupton? Aman çdo autostradë dhe rrugë e Zvicrës është e programuar që të ulen dhe të ngrihen avion. Kur rri Zvicra me këtë lloj kapaciteti monetar, ushtarak dhe evakues, rri neutrale. Ne çfarë dreqin duam vlla që pozicionojme? Ma shpjegon dot këtë? Aja kemi dalë me sukses të paktën ora, që të na thot Amerika një bravo apo të paktën tani se kemi hyrë që kemi hyrë, po të paktën të hym nga njëra krah. Unë nuk di. Mos hym në mes. Unë nuk di ndonjë padron që e respekton sklavin e vet. Po shiko, jemi pikë e rëndësishme e Amerikës në Ballkan. Kosova gjithashtu. Nuk po them që kjo na bën të pagoditshëm, se kur goditet Arabia Saudite, imagjinoje se Ore me çfarë do të luftojmë, se më fiksove, ne jemi për çfarë strategjikisht ti je strategjikisht vetëm se të ka dhënë Zoti aty në korridorin e 8. Çka ke ti geostrategjikisht tjetër? Tu nuk ka më miza në përplera, o shoku. Këto dhe ushqimet nuk janë organike, janë gjitha të helmuara. As miza nuk vete aty. Ti më thu mu pik geostrategjike, për çfarë ke strategjinë? po mjafton Strategjin ta ka dhënë vendi, nuk ta ka dhënë pozicioni gjeografik, ta ka dhënë shteti. Po pra, mjafton. Mjafton për forcat amerikane. Si mjafton më? Po mjafton për forcat amerikane pra që të dalin në krah. Ti duhesh dhe nga krau tjetër edhe të mbrojnë nëse ndodh diçka. Për te NATO-s flas. Ore sikur tani Turqia të jetë Irani I ri. Turqia, domethënë generali Kforit para 2 vjetësh është zëvendësuar nga italian u mor turk. Pozicionimi si Irani I ri I Turqisë e çon atë në krahët e Ayatollahut Turqin. Dhe në Turqi ka për të filluar me kurdët, sepse kanë dalë informata që CIA po financon kurdët për të futur në Iran. Po ky financimi kurdëve është problematik se ka 18% kurd edhe në Turqi vlla, që sjellin destabilitet brendshëm. Tani neve, si shteti fuqishëm heroik që jemi, që kemi Mujo Ulçinakun me shumë fasule thot kokër madhe thot në BSP-ja, pra ne luftojmë me fasule. Do na ikë Turqia, nuk do jemi më në patronazhimin turk, se ne nuk jemi në patronazhim amerikan ushtarak, ne jemi në patronazhimin turk. Kam frikë turqit, serbët edhe grekët që s'hyn këtu. Po tikit turku dhe thoj ndajnjat e vilajetin atje, me çfarë do luftojnë? Do kapet Sali Berisha me Edi Ramën dorë për dorë dhe do këndojmë ne jemi 2 shqiponja, rupsi tupsi telegram. Kemi partneritetin Kosovë-Kroaci dhe përfshirja e Kosovës, që është shumë e rëndësishme, po padyshim që ka impaktin në rajon tani. Më fole për serbët. Iranin jo, po Iranin është shaka kjo, po për serbët nuk është shaka. Kroaci, Kosovë, Shqipëri. Për serbët është rrezik rajonal. Pra janë disa forca kolateral për Kroacinë. Me na pas neve aleat, jemi dëm kolateral sa hapet një front tjetër, se janë të mbaruar këta tanët, o zotri. Tani jemi dëm apo jo për Kroacinë, kjo është pjesë e tyre. Pa këmbë dhe pa duar ta marrësh në luftë për të mbajtur armën. Ç'po më duhet më arrin shtëpi vlla, më mirë aty se luftoj vetëm, se na prish formacionin. Jo, ata na kanë marrë. Rike, parti ushtarët tanë. Sa vjet ke parë në Shqipëri, o zotri? Sa vjet ke parë në Shqipëri? Po ushtarët nuk I kanë parë. Kur të vish herën tjetër që do takohemi bashkë, ham drejt do shkojmë te shkolla e bashkuar dhe do shikosh kur dalin shqiptarët që aty. Po nuk vajtet ti I thuash, nxjerrësh $10, ti thuash o vlla ik ha ndonjë gjë aty, un jam djali më I keq në botë. Ai ke parë ushtarët tanë as I ke parë ti, o vlla. Të vjen gjunova. Mbas ajo është skema. Nuk po I vrasim se gjunov.
s'kan lidhje më, o vlla, me ushtrinë, me konceptin e ushtrisë e me gjithë, nuk kanë lidhje fare, 9.000 ke. Ajatollahu vetëm truprohet e vetë personal që mbulonin atë bunkerin kishe 10.000. Nuk ka për të Kike lejuar 9.000. Nuk ka për të lejuar Amerika në asnjë mënyrë që Irani të preki Ballkanin, se nëse preket Ballkani është barut për luftë botërore në ditën e parë, në 24 orë. Këta që shpërthyen luftën, thua atje po luftojnë për paqe, nuk duan luftën botërore, ë, më radh pika. Izraeli gjithmonë për paqe lufton. Izraeli është tjetër gjë, unë nuk pres të na mbroj Izraeli. Unë pres Amerika të ndërhyj. Po Amerika është e kapur nga Izraeli, o vlla. Amerika është e kapur nga Izraeli kur Izraelit i leverdis. Po nuk do të thonë që çdo gjë që bën Amerika është nga Izraeli. Kur Izraeli i bie telefonit, Amerika përgjigjet. Po. Por mund të bëj dhe Amerika telefonatat e saj. Mos e bëj kaq kështu. Valla, unë nuk e besoj fare, vlla. Unë se besoj fare këtë lloj gjëje. Po ja, ta marrim pak në politikë të brendshme të Amerikës, ose në ambientin e brendshëm të Amerikës. Lobi hebre, influenca që ka në gjeopolitikën amerikane është shumë më e lartë se sa influenca që ka brenda Amerikës. Brenda Amerikës, brenda Amerikës kontrolloj me bankat o Tedi. Brenda me bank ty vlla. Populli amerikan ka ende liri. Nëse ka ende që nga populli amerikan ka ende liri sepse në Amerikë është ende luftë lobesh. Nuk është monopol hebre. Amerika në brendësi ka luftë lobesh. Ik dil fol kundër Bibi Netanyahut, edhe po nuk u trodhe ditën tjetër në Amerikë. Ik fol çik. Meqense ja atje. Ka zona sa lirike. Ka zona të influencës. Nuk është 100% e Amerikës me të njëjtën influencë. Ka kap kongrese më, ka kap senatorët, politikën. Ç'a do më atje, nuk të vjen ty në lagje ai, se s'ka interes te ty. Ty të kontrollon nëpërmjet bankave. Ka kapur kongresin, por kongresi ka rryma të ndryshme dhe ka kapur kongresin dhe vepron gjeopolitikisht. Në politikë të brendshme nuk ka dot atë influencë. Se politika brendshme nuk varet vetëm nga politikanët, varet nga gjithë financuesit, nga gjithë biznesmenët, nga gjithë lobet e tjera, nga gjithë mediat, nga populli, janë shumë gjëra që merren në konsiderat. Pse? Sepse ndryshe nga Irani nuk ja kërcet dot një bombë ti për shembull. Thua, nuk bindet Michigani, bjeri. Nuk e bën këtë. Dhe këtu brenda në Amerikë kemi një pjesë të madhe të popullit njerëz që po del kundër, pra nuk është dakord me këtë me veprimtarinë e Izraelit. Jemi në pikën ku mund të kemi inatin e popujve nga Izraelit më të lartë. Çe kemi në gjithë botën e kemi edhe brenda Amerikës. Dhe kjo gjë nxit edhe gjithë lobet që ekzistojnë brenda Amerikës në zona të caktuara. Nuk është e gjitha e njëtrajtshme, pavarësisht se ke kongresin. Po dhe ai kongresi impakton ndryshe në një zonë dhe ndryshe në një zonë tjetër. Sepse Amerika ka ende rrëmuj brenda, është vend i rrëmujshëm ku hesin lobet, prandaj. Hesin lobet dhe ka dhe faktor të tjerë, të cilët nuk janë aq të fortë sa hebrejt. Nuk po them që ka një lob më të fortë se lobi hebre. Nuk ka. Dhe duke qenë lobi hebre më i fortë për së brendshme, sigurisht në politikë të jashtme ka impakt 100%. Po në politikë të brendshme nuk ka impakt 100%. Ka një impakt dominant. Tani nuk mund ta them dot me përqindje, se nuk kam analizën e lobeve. Flas nga intuita e veprimtarisë së interesave të ndryshme brenda Amerikës, që është dhe Michigani pjesë e tyre. Nuk të dalë unë që lobi hebre ka 43.4%. Të nuk e them dot. Nuk i them dot këto shifrash, por i them sepse janë financues goxha të mëdhenj që financojnë lobet e huaja për interesat e tyre të pavarura nga Izraeli, të cilat nuk pengohen dot secila prej këtyre. Pengohen kur ti shkon më lart sa ç'duhet, po një i madh, po nuk kapen dot gjitha. Ka ende liri në Amerikë. Zgjedhja e Trumpit, mbas gjithë propagandës së globalistëve, tregoi një farë lirie të popullit amerikan. Pra ata kishin më shumë para, kishin marrë në kontroll gjithçka, kishin futur plane botërore të tmerrshme, kishin kapur në kontroll çdo rrjeti dhe prap dolëm dhe kaluam nga Trumpi. Do thuash ti nuk na dha ndonjë benefit madh kjo se na çoi nga Izraeli. Tjetër muhabet ai.
o Tedi, unë ta kuptoj logjikën ty, edhe ti thua që është i treg shumë i madh, është i gjithë i pakapër. A kupton, ka pjesë që janë pakapër, apo mër po. Po problemi është që hinka ku të buron ty ajo liria, është Wall Street-i. Hinka ku të prodhohen ty parat i dashur, është Federal Rezervi. Tash të dyja këto pika i ka lobi zionist. Ka dhe ai pakun brenda Kongresit. Nuk të vjen të shporta i ty, i dashur. Po ajo geopolitika që thua ti në short term na janë rritur çmimet, ka vajtë për herë të parë pas 5 vjetësh $3 galloni, që s'është parë ndonjëherë. Erdhi nga ndërhyrja e lobit zionist në Iran. Ja si të ndikon ty brenda. Në qoftë se neve si popuj, pak rëndësi ka gjerman, shqiptar, amerikan, XY, nuk e kuptojmë dhe nuk jemi të vetëdijshëm që në bazë të atyre që ndjekin Talmudin, neve shifemi si kafsh dhe nuk kam pikë mëshire, dhe nuk duhet kemi edhe neve pikë mëshire për ata, do jemi tërë jetën viktima, vlla. A kupton, është tallur me neve 80 vjetë, ka vdekur Hitleri. Hitleri pas ka jetuar në Argjentinë. Është tallur me neve gjithë ideja antisemitizmit. Dalin vetë hebrejnë dhe thonë, këta janë të smur mendor më vlla, janë pedofila ato, ç'pun kanë këta me Toraun, këta vinë nga kazarët. S'janë judej. Dhe neve tani quhemi antisemit. Për çfarë antisemitizëm? Ti je antihuman, më akuzon mua që jam antisemit? Ti duke vrarë fëmijë edhe më thua mua antisemit? Ti po bombardon shkolla me fëmijë brenda dhe jam unë antisemit? Kjo është vlla. Në mënyrë që kjo të ndalet, Kanë financuar mediat, lavazhi i trurit. absolutisht. Ç'domodje në Amerikë? Absolutisht. Po, kjo është kontrolli i autetit se s'vit Jo, larg ata jo vetëm- te shporta e shtëpisë. Në mënyrë që kjo të ndalet, duhet që hebrejt vetë ta kuptojnë këtë. Jo shqiptarët, jo gjermanët, jo italianët. Duhet hebrejt të kuptojnë që kjo është në dëm të tyre gjithashtu. Kjo është çështja. Hebrejt e kanë kuptuar vëlla. Që është në dëm të Po nuk tyre. kanë se ku shprehen. Po pra, po nuk kanë ku shprehen. Në mënyrë që ajo kryesi zioniste të rrëzohet nga Izraeli, mund të bëhet vetëm nëpërmjet popullit të Izraelit. S'mund të bëhet nëpërmjet popullit të Gjermanisë. Lufta është në Izrael brenda. Si ti. Është njësoj sikur ne mos duam Vučićin. Tani ne si shqiptar nuk e rrezojmë vetë Vučićin. Por serbët po. Është i popull, shikoj. Nuk është problemi që aty ka jude. Aty ças ka vlla, aty ka amerikan, aty ka ukrainës. Po. Ti e di që çekoj tash, kur të dush ti, mbaj unë përgjegjësi publike për këtë. Është vetmi vend në botë që ti ke ligjin e abortimit deri në fazën e fundit të krijimit të embrionit. Izraeli, po. Edhe të financon shteti për të abortuar deri 9 muajsh. Ka shtete që ta lën deri në fazën e parë pa u kriju embrioni, a kupton? Po. Është vendi me më shumë pedofila në botë. Njerëz të smur mendore gjitha që rrinë atje mbajnë nga shteti, sepse është shtet artificial, i krijuar mbi pretendime idiote biblike, duke u nxjerr nga territori vendasit. Në 48-ën. Qa pretendoni nga i shtet? Ti mendon se i shtet do ketë reagim ndaj këtyre politikave? Ata në të përbërmë, ca Ukrainat, ca Polak, ca Rus, ca... E peti deklaratën e Putinit që tha? Ne s'mund ta godasim Izraelin të, aty ka 2 milion Rus. Aty janë në rezident 2 milion Rusa, do vrasin 2 milion Rusët tanë.
Po është goditje për t'i treguar që ky është shtet vëlla, është apartheid. Po Gleni, po ka protesta edhe nga Tel Avivi deri në Brooklyn, po nuk i fiton dot gjitha në i thes, po nuk i fusin dot në i thes, vlla, po 70% e asaj popullsie është me të smur mendor. 30% janë viktimat e Bibi Netanyahut. Ose dënden lek vlla, se e prodhojnë lekun vet ata. Kanë vrarë fëmijë, Gleni kanë vrarë fëmijë vlla. Po vrave fëmijën ti, nuk ke punë me këtë botë. Kjo është pra shpresa, opozita në Izrael është ajo që mund të rrezojë këta, e cila varet edhe nga hebrejt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Populli hebre, popullata, e cila mund të bëj impaktin, se s'do ja bëj unë si shqiptar në Izrael. Çfarë do bëjmë? S'kam asnjë lidhje. Normale. Po ai që është hebre mund të bëj diçka, potencialisht plas. Nëse e kuptojnë që kjo është dhe dëmin e tij, ai që është hebre në Amerikë, për shembull, mund ta bëjnë për një arsye të dyfisht. Thot një sekond, thot, se kam pasaportën amerikane, taksat e mia po shkojnë në një mënyrë që unë nuk dua. 1. E dyta, kam edhe pasaportën e Izraelit, thot ai. Dhe vendi im ka një reputacion që mua më vjen turp të them se nga jam. Kështu që për këto dy arsye ai çohet dhe reagon. Edhe absolutisht që ata nuk e sulmojnë dot popullin e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe ajo është dobësia më e madhe që çdo vend ka, populli vet. Po arriti të shkatërrojë edhe popullin e tij, atëherë nuk do ta ndaloj dot asnjë forcë. Patjetër. Dhe alternativa tjetër, se thash ka dy, është populli amerikan, i cili ka mundësi të lirojë veten. Ka mundësi të lirojë veten vetëm në një mënyrë. Tani si e kanë hebrejt influencën në Amerikë? E kanë duke bërë këtë llogari, duke marrë kongresmenët dhe senatorët hebrej me influencë të lobit hebre, që janë nga krahu demokrat, duke i mbledhur këta me senatorët dhe kongresmenët në lobin hebre nga krahu republikan, duke bërë këtë vlerën bashk, dhe kjo vlera që bëhet bashk është më e madhe se 2 copat e mbetura. Tek e tek. Ama. Nëse 2 copat e mbetura bashkohen bashk, siç lobi hebre bën, pra që bashkon kongresmenët dhe senatorët për interesat e tij që i ka nga të gjithë krahët, pavarësisht majtas apo djathtas. Nëse e njëjta gjë ndodh, por kundër këtij lobi, ata janë më të fortë se lobi hebre. Pra vetëm kjo është forca, një forcë për te të majtës dhe të djathtës. Janë të gjithë të kapur o vlla. Nuk janë të gjithë të kapur, janë më shumë të kapur sa të pa kapur, po se të pa kapurit janë veç e veç. Pra ajo Make America Great Again të kthehet në Make America Free Again, se që të bësh America Great Again du ta kesh free. Pasi e ke free mund ta bësh great, ose apo mos ta bësh, pa rëndësi, ka 2 variabla. Unë mendoj se maga ishte kostumi i migës. Tani unë po dal me një mafa. Make America Free Again. Jo vlla. Maga ishte kostumi i migës, sepse maga po përdoret sot për Make Israel Great Again. Duan të bëjnë Izraelin e madh në lindjen e mesme, është një agent që ka vazhduar që në 95-ën. Po çikosh deklaratat e atij debilit Bibi Netanyahut, ka qenë 95-ën që thot shumë shpejt ka për të pasuar, ka për të bërë raketa bërthamore, shumë shpejt, po ka nga 95-a deri në 2026-ën, se janë shumë shpejt vlla. Dhe prap nuk ka gjurmë të raketave bërthamore në Iran. Si t'ja bëjnë dëshë? Kur ta kanë mediat, kur ta kanë kapur politikanët. Si ka shantazhuar e burë se janë gjithë manjak seksuale burë. Janë njerëz që kanë humbur 40 vjeç vergjerini, ke parë fytyrat e tyre ti? Kanë terren pra. Kanë terren që t'i zgjerojnë. Me shantazhe, me ça mund ta shantazhosh tjetrin ti? Me shantazhe seksuale, me shantazhe me fëmijë të mitur, pedofilie, me shantazh droge, me shantazh vrasje, do kesh pastruar në njërin ti për llogari të vetes, ke përdorur këta, ata ta sjellin diskun te shtëpia. Me që jemi këtu, si parashikon rezultatet e midterms? Me që po na afrohen. Për mua Trumpi është humbës vëlla.
Unë po t'isha Thua- Amerikan, po. edhe pse e kam mbështetur Trumpin, do ta kisha votuar kundër Trumpin. Thua do ketë impakt të thellë apo do jetë vetëm nga kështu do kaloj kështu? Absolutisht po, vëlla. Absolutisht po. Që ka impakt thellë, ka impakt të tmerrshëm të thellë. Problemi është që kjo thyerje me Trumpin fuqizon po prap Crown ande, që është totalisht i kapur nga lobi zionist. Se kjo është e tmerrshme. Impakton ande. Si do të ndroj situata pas ndrimit, pra mbas kalimit të demokratët prap? Me që kemi skepticizëm nga çdo krah. A do të jetë njësoj? Nuk po themën që do hiki lobi hebre, se e the edhe ti sapo, po e kam fjalën si do të ndroj impakti i lobit hebre. Do të dobësohet, do të sforcohet, si e shikon këtë? Dobësohen të gjithë vëlla. Domethënë do rritet ekstremizmi. Lumsi ata që do flasin për Amerikën dhe do jenë ekstrem, i djathtë ose i majt, po i pa kapur nga politika aktuale ose nga lobet përkatëse. Pra sot në Amerikë është koha e ekstremiteteve. Do Amerika ka prodhuar ekstremitete, nuk është se nuk ka prodhuar ekstremitete. Pra, shembull konkret, kryetari i Bashkisë së New York City. Jo, pra, Si? kryetari i Bashkisë së New Yorkut, qytetit. Jo pjesë, jo i varur nga lobi hebre, por në një ekstrem të ideve të tija të majta. A është ky një shembull? Shikoj, ajo është i shembull, po, mund ta thuash që është i shembull i këtij Mandani. Çfarë ka ky? Mamdani, po. Mandani. Ai ishte, domethënë si Edi Rama me premtime falas kjo, do ul buxhetin e policisë, do bëj falas këtë, do bëj falas këtë, po që ta haj populli New Yorkut, që është totalisht kapitalist, gjërat falas, të ndodhin gjëra falas në Amerikë, tregon që jemi afër fundit botës. Ose është kthyer në Federatë Sovjetike edhe Amerika pastaj, që nuk bën vaki, domethënë nuk është çudit mos tjetë. Që tjetë një republikë sovjetike edhe vetë Amerika. Ashtu është trajtuar. Kur unë kam lexuar programin e Mamdanit, sigurisht isha jo kundër, po më duk qesharake, thash, ore, po ke bë, domethënë provohet, lutem, janë të habitshme se si mund t'i mbash këto gjëra, sepse janë të pamundura. Që nga marketet state owned, pra që shteti është pa në ekstrem të gjërave. Dhe, okay, dakord. Pastaj Mamdani Kooperativa më. Ishte gati mirë që s'po hapte kooperativa. Dhe isha totalisht shumë kundër dhe më dukesha ekstrem, po kam duar mendje mbas takimit që bëri me Trumpin. Aty mendova që Mamdani doli një tip strategu. Pse? Doli me disa aq të fortë, doli me disa ide, aq të forta të majta, saqë tronditi kreun e republikanëve. Pra një kryetar bashkie i cili thirret për të bërë një diskutim me Donald Trumpin. Kjo nuk është gjë që ndodh zakonisht. Rriti reputacionin e tij, ja tha në sy mendimet që kishte për Izraelin, një kryetar bashkie. Dhe arritën dhe një farë dilli bashk. Pse? Sepse arriti të trëmbë të djathtët duke i dhënë ide ekstreme të majta. Për të arritur një farë marrëveshje në mënyrë që edhe ky mos detyroheshet t'i mbante ato premtimet ekstreme që janë të pamundura, por të bashkëpunonte për të mbajtur pushtetin e vet në një mënyrë më të balancuar, por dhe duke pasur rezultat për disa premtime që ka dhënë, po jo në metodat e tija të majta. Pra ky mu duk një strateg në këtë rast. Kapi kauzat që duheshin, kapi për muslimanët që atje ka shumë,
kapi sigurisht një orgu ka shumë punëtor, është shtresa e atill, i kapi gjithë gjërat, kapi për Izraelin, bëri takimin tek zyra Trumpit, rriti reputacionin, doli si heroi disa njerëzve aty, kapi këto të emigracionit dhe sot unë e shoh atë si një strateg. Po tani kur shoh njerëz të tillë që luajnë këtë lloj loje, prandaj them që ore këtu brenda pas ka një farë lirie. Pra këtu edhe mund të dilkan gjërat pa parashikueshme në politikën e brendshme të Amerikës. Se të shpëto ka diçka. Prandaj e kam atë lloj ideje. Se sigurisht ai është kryetar bashkie i një qyteti, është diçka shumë e vogël në një bashkim shtetesh. Pra janë 50 shtete. Po. Që janë bashkuar bashkë, ai është kryetari bashkisë së një nga qytetet të një nga këtyre 50 shteteve. Dhe ky kryetar bashkie me kaq pak pushtet, po vetëm një populist perfekt, një mjeshtër i populizmit arriti atë lloj faze. Kjo tregon për fuqinë e popullit këtu në Amerikë. Ndryshe nga vende të tjera. Dhe me këtë fuqi populli unë prandaj bazohem edhe them që nëse ky popull e do Amerikën ta bëjë të lirë sërish, Make America Free Again, nuk po e lidh me magën, po që nuk po bëj paralelizëm. Mund t'ja dali nga çdo lloj lobi. Nga çdo lloj lobi i cili ka hyrë në tendencën kontrolluese, në tendencë kontrolluese në politikën e jashtme të Amerikës në vendime kryesore, jo lobi shqiptar. E kupton, nuk ne jemi të padëmshëm. Ne jemi jo ekzistues. Shikoj, nuk është probleme, nuk është vetëm probleme është ekzistues apo jo më. Sot është bota shpirtërore kundër botës materiale. Këto lloj lobesh, fakti që neve flasim, unë kam urrëtie për vrasje të burr, nuk kam urrëtie për popull. Se pyll pa dëra nuk ka, kupton? Po kur dalin këta lloj qenies të neverishme që vetëm shkatrojnë, vetëm duan të kenë atë pushtetin absolut, worship fake gods, a kupton? S'ka më respekt për vrasës e vëlla. Që ka kjo, ne jemi Izraeli, gjitha na e kanë shkruar gjithë historinë broçkulla, të luftës nga lufta e dytë botërore deri tash broçkulla. Ana Frank e leshi preshi, a kupton? Kush ti mendon se una haqë Greta Thunberg 13 vjeçën flet për vrimën apo për shpellën e ozonit? Unë një vajzë 12 vjeçë, 13 vjeçë të më të keqen xhaxhe, na merr të 10.000 lekë, blije një libër me pralla atje dhe shko te shtëpia, pas orës 6 mos dil. As me ment e tyre nuk shkoj as në banjo, vlla. Jo më ta marr dhe ta diskutojun fjalimin e Ana Frankut. Apo Greta Thunbergut. Pra janë disa gjëra idioteske që ka vajtur bota është tredhur. Mos të flasim se del antisemit, se ka bërë Dolfi ashtu e gjitha. Ka një arsye pse ndodhin gjërat, vlla. Ka një arsye pse ndodhin gjërat. Fakti që unë ty duhet të urrej, ti duhet bësh një gjë shumë të madhe që unë ty të urrej, që të vi për të çfarosur apo jo, se nuk del nga hiçi. Asnjëri në histori nuk është marrë me çfarë kanë bërë këta që janë kaq të urryer. Se unë gabim, ti gabim, ai tjetri gabim, gjithë neve gabim dhe vetëm këta drejt. Po s'ka mundësi e vëlla ashtu. Nuk mund ta kenë të gjithë gabim dhe ti të kesh drejt. Shikoj nga vetja vëlla. Dhe janë lob që janë kërpush. Këta nuk kanë civilizim vëlla, këta nuk kanë qytetërim, se s'din, nuk kanë kulturë politike, këta kanë vetëm çfarë thot shpendit ty spekulim financiar. Këta kanë materialin, aty e kanë talentin. Ta blejnë shpirtin me flori. Edhe duhet, më thënë, psikoza e disa njerëzve që thonë ne jemi të përzgjedhurit e Zotit është si puna e këtyre tipave që vinë si dëshmitar të Jehovait, që gjëja e parë që të vjen meni është ja kputesh me shpull, a kupton, më hiq nga dera. Çfarë janë këto 5 minuta për të folur për Zotin tonë Jehova, jemi neve të zgjedhurit. Kush e ti ma? Që çeke ti zgjedhuri? Me që jemi drejt fundit, ta mbyllim me një parashikim? Pa. Jep ti parashikimin. Parashikimet tona, jo ndonjë gjë të vërtetuar. Jo, në parashikimin tim e dhash. Në parashikimin tim
E thash që edhe fatmirësisht edhe fatmirësisht edhe fatkeqësisht kemi të bëjmë me një krah, me një lob tepër të fuqishëm dhe që i mendon gjërat që bën. Nuk është pak të kapësh Amerikën. Amerika është, parashikimi im është i tillë që nëse lobi hebret do të vazhdojë me këto gabimesh, se unë i quaj gabime këto, herët avon Amerika nuk do të jetë më në influencën e asnjë lloji lobi, sepse nuk duhet që të nxehin pjesën e brendshme të Amerikës më shumë se ç'duhet. Është i vetmi, është e vetmja zonë ku duhet të tregohen diplomat në mënyrën më të madhe të mundshme. Dhe sot njerëzit, siç ti e the, nuk po i hanë më brëshkullat. Ky është problemi. Ata e kanë ndërtuar reputacionin e tyre mbi gënjeshtra. Dhe këto gënjeshtra nuk po besohen më. Kjo gjë, nëse nuk e beson më ai në Gaza, nuk i prish punë atyre. Po nëse nuk e beson më masivisht ai në Amerikë, kjo është shumë punë prishse për ata. Se Amerika ka një sistem i cili ka një farë stabiliteti në vetvete dhe gjërat justifikohen deri në një farë pike. Dhe ka një pikë që ata nuk duhet ta kapin. Dhe kam përshtypjen që po e kapin. Pra unë e shoh këtë si një lëvizje shumë të gabuar dhe na çon drejt fundit të influencës së këtij lobi. Por kjo vjen me një kosto të madhe për botën, që është kostoja e potencialit se ata duke shkuar drejt fundit do të veprojnë më agresivisht dhe duke vepruar më agresivisht mund ta çojnë në luftë botërore. Shpresojmë që mos ndodhi. Shikoj. Unë jam i mendimit që lufta e tretë botërore ka shumë vite. Biles është programuar që pa u mbyllur e dyta. Por që ka marrë formën e vet është që në 2022 me inskenimin e sulmit Hamasit kundër Izraelit. Sepse nëse Izraeli pretendon që disa budallëim beduin të armatosur me Kalashnikov hynë dhe thyen perimetrin e sigurisë të një nga ushtrive më të forta në lindjen e mesme, atëherë këta pas kanë probleme. Domethënë nuk çeka aq i fortë sa duket Izraeli ushtarakisht. Kështu që duke e thjeshtuar në këtë lloj mënyre, unë jam i predispozuar të besoj që ka qenë një skenim për të futur në luftë dhe për të rrafshuar Gazën. Dhe për këtë e kam bindje. Lufta e tretë ka filluar, por po ta mbyll me një profeci i dashur. Këta po përpiqen të fusin botën muslimane me botën e krishterë në luftë. Sepse është e vetmja mënyrë që këta mund të mbijetojnë edhe të krijojnë tempullin e tretë të Jeruzalemit. Por këta nuk e dinë që po u bashkuan krishterët me muslimanët kundër armikut real dhe të vetën që kanë pasur gjatë 2500 viteve histori, këta nuk ekzistojnë më. Të shpresojmë se cilat do jenë bidet. Do ta kuptojnë bota e krishterë dhe muslimane që janë vëllezër, kanë të njëjtin Zot dhe nuk kanë ndryshime me njëri tjetrin përpose konceptuale, kulturore nga vendet që janë përhapur? Apo do jenë qymyr për krematoriumin biblik të disa zionistëve, të cilët e kanë thyer dhe poshtruar edhe Torahun, edhe hebraizmin. Kjo mbetet për të parë, për mendimin tim. Absolutisht, mbetet për të parë. Thjesht parashikime. Kështu që fjala ime kundër fjalës tënde, inshallah nuk është luftë botërore, del fjala jote, por kam merak se un kam mallkimin e Kasandrës. Vuaj nga mallkimi i Kasandrës, ndalen gjërat pasi ka plasur gjoja. Unë thash edhe që Iranin do ta lëshojnë. Unë mendoj që Iranit ata i marrin të keqen se nuk e marrin dot Iranin. Mirë do ishte që Iranit të rrëzonte vetë atë sistem teokratik idiot që ka atje. Absolutisht. Sepse unë e neveris atë lloj sistemi teokratik, përdore Zotin ti sigur e ke shok lagja, e kupton? Po fle me Zotin edhe i thua njerëzve shikoj se ka thënë Zoti kështu, ajo është blasfemie. Ata janë shumë larg fesë.
në konceptim, larg islamit, larg asaj që parashikon islami. Po fakti që këta janë terrorista, nuk i bën këta terroristat e tjerë më të mirë se sa këta. Kjo është ideja ime. Është i luftë mes terroristave, i dashur, ku dëmi kolateral do jemi neve. E qartë. Prandaj çdo shtet duhet të lirohet nga lobët e dëmshme për të mirën e popullit tyre. Okej, pra. Mbetet për tu parë. Niseni juve në Amerikë, Tedi. Jo, asë vë diskutim asë. Ne jemi të tredhur këtu. Neve s'po rrëzojmë do të ramën, do rrëzojmë lobin zionist. Seriozisht e ke? Jo, po gabove në diçka. Jo niseni juve, niseni dhe mbyllen juve, se nuk ka për të ardhur ndonjë radha. Po nise një herë ti se për të mbyllur si dihet, po nise se s'është nis akoma. Duhet ta nisim e ta çojmë deri në fund. Okej, pra, miq të dashur, lini parashikimet tuaja në komente ose pyetjet që mund të keni, qoftë edhe për episodet e ardhshme. Mos harroni të bëni like, sepse siç tham, mund të bëhet me pagesë. Mund të bëhet me pagesë, kështu nxitoni sa është falas, të bëni like, të tregoni bindjet tuaja dhe në komente pa u bërë me pagesë në botën e sotme drejt materializmit. Ke ndonjë mesazh mbyllës? Mesazh, jo parashikim. Mesazhi im mbyllës është thritini mendjes se nuk jeni sklever të atyre. Jemi ushtar të Zotit. Zoti jon nuk do gjak, Zoti jon nuk i dhujtarizon, Zoti jon na ka lënë vullnetin e lirë. Ndiqni zemrën, shpirtin dhe jepeni para. Leni këto idiotligjet antisemitike e bla bla bla, e Anna Arendt, e Greta Thunberg, e çfarë këto holokauste, sepse baza e besimit të holokausti ra kur shteti që ka vuajtur holokaustin bëri genocid para syve të botës. Dhe nuk pranon as gabimin, nuk kanë kërku falje akoma. Në Tru Podcast ju keni parë ushtarët izraelit në video amatore duke luajtur gur letër gërshër se cili nga ata 3 djemë që po luanin futboll do vrisnin. Pa shkak. Thriteni mendjes dhe shpirtit sepse leku është krijim i lobeve. Nuk funksionon ekonomia botrore mbi këtë spekulim financiar që na e mësuar neve. Pra kjo bluza nuk mund të bëj do të 70 euro sot dhe 500 euro nesër, sepse nga njëti material përdoret. Kështu që thriteni çik mendjes dhe zgjohuni, të pakën që ta kuptoni që jeni brenda një ferme shpirtrash, që ju kontrollojnë tjerët. Mënyra më e mirë për ta lënë një skllav në skllavëri të plot është t'ja bësh të ditur se nuk është në skllavëri. Ky jeni juve, neve e gjithë me radhë. Natën e mirë. Natën e mirë.